Fjala aktor është e lidhur historikisht dhe organikisht me teatrin. Kjo fjalë aktor, rënjën e ka akt, pra veprim. Ti jesh aktor, do të thotë të bësh. Ka një ndryshim shumë të madh midis të jesh dhe të bësh. Ne si njerëz jemi, domethënë ekzistojmë. Po kjo nuk mjafton. Ne jemi për të bërë. Përshëndetje të nderuar miq, ja tek erdhëm në takimin ton podcast Teatri Zonja e Bujtinës. Unë jam Raimonda Shundi. Sot kemi të ftuar një emër të rëndësishëm, sidomos për teatrin e kukullave. Ajo është realisht një aktore shumë e mirë, por ne e njohim si një aktore e dashur për fëmijët, dhe pikërisht Shegushe Bebeti. Shegushe Bebeti ka sjell kaq shumë personazhe të këndshëm, madje edhe unë mbaj mend shumë mirë personazhet e saj, Pinokun, Barbardën, Kokashtën dhe shumë të tjera. Por dihet që çdo student kur mbaron, ëndrrën e ka që të jetë në atë në skenën e madhe të teatrit kombëtar. Përshëndetje Shegushe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Mirë se më erdhe. Je një mikeshe veçantë, jemi prej kohësh. Dhe është bukur kur intervistat bëhen me njerëz të cilët i njeh. Po, sigurisht. Sigurisht. Ma më duke sigur jam shpëtime. Tak mesi. Shegushe Bebeti, prej 40 vjetësh në teatrin e kukullave dhe një jetë me teatrin dhe me artin. E di që kemi folur vazhdimisht edhe me Xhelil Aliu për ato gjërat e bukura që bëje për fëmijë në Radio Tirana. Xhelili një mik i veçantë. Unë jam rritur në Radio Tirana me Xhelilin, kështu që e kam si vëlla të madh Xhelilin. Për shumë vite kam punuar në radio. Si ishte ajo periudha atëherë? Ajo ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e bukur, sepse unë atë periudhë që do filloja në radio kam qenë lice artistik për violin. Dhe kam qenë në klasë të 5 fillore, kur fitova konkursin atëherë dhe shkova në lice artistik për violin. Dhe rastësisht një ditë të bukur vjen Reshat Arbana, ishte drejtuesi i redakcisë fëmijëve në atë periudhë në radio, për të zgjedhur 3-4 fëmijë për emisionin e fëmijëve. Dhe një ndërto që zgjovi isha edhe unë. Dhe që aty filloi ktimi në radio. Fillova me emisionin e fëmijëve, pastaj me kalimin e viteve Xhelili erdhi aty regjisor, u takuam bashk dhe fillova një rrugtim shumë gjatë me teatrin, mikrofon, me heroizmin e popullit në shekuj, me leximin e poezive, me leximin e librit, më thënë shumë emisione kulturore, të cilat i drejtonte dhe i mbulonte Xhelili, unë isha pjesë. Edhe të cilat të ndanin dhe nga instrumenti të cilën po studioje deri tani. Po, sigurisht, për hir të vërtetës, instrumentin nuk e vazhdova shumë gjatë, edhe pse e kisha ëndër që t'isha një violiniste, sepse pata, domethënë 8 vjet bëra vetëm dhe pastaj gjimnazin kalova, po, në gjimnazin Partizani, më fal. Dhe kisha një alergji në duar, e cila nuk më lejonte që unë t'i bija të studioja violin, që më zgjati shumë vite. Dhe kështu që u detyrova ta braktis violinën edhe të vazhdoj gjimnazin. Edhe pse me duar të smura, edhe në gjimnaz kisha aktivitet me violinën. Kam qenë pjesë e orkestrës estradës së shtetit për koncertet e majit që bëheshin dikur në atë kohë, i bija violinës. Dhe kam kujtime shumë bukura në atë periudhë. Ishte dirigjent Kristo Kote, një nga muzikantë më të mirë. Kisha një mik të ngushtë që u bë miq atëherë dhe jemi dhe sot Luan Zhegun, që atëherë ishte baterist. Ishte baterist Luan Zhegu? Po, ishte baterist. Edhe këndonte dhe i binte basit, edhe Selimi Shmaku, që ishte një nga më të mirët. Kisha domethënë miq plot aty që i kam patur deri vonë, i kam dhe sot. Ata që jetojnë dhe janë në jetë. Kjo është ike, sepse baza ishte liceu artistik, pra ishin artistë të cilët i kishe parë dhe ishin rritur me ju. Sigurisht, pastaj unë e lash violinën,
sepse nuk mund ta vazhdoja dot më. E kuptoj. Dhe konkurova për aktrim. Meqense unë kisha shumë vite që angazhohesha në radio, merja pjesë në të gjitha këto emisione që tash. Para se të kalojmë te konkurimi, se unë kam shumë qef mënyrën se si konkuron një emër i rëndësishëm i artit shqiptar. Si e zgjedh elementet, me kë punon, si shkon, si ka qenë dita e parë. Janë momente të cilat çoku na pëlqejnë ti risjellin. Por në Radio Tirana kur fillove të bëje për herë të parë emisionin tuaj të parë, çfarë ishte? Një emision për fëmijë ka qenë, nuk e mbaj mend se çfarë teme, se tash e kanë kaluar kaq shumë vite. Si reagove, si e prite mikrofonin, si ishte një gjë e re apo jo? Nuk e di, gjë e re, po nuk e di, unë jam përshtatur shumë me mikrofonin që për herë të parë. Që herën e parë pra nuk pate ngërçe? Fare, nuk isha as emocion, as ngërç, as kemi qenë një grup shumë i mirë, për i të vërtetës, një 2-3 fëmijë shumë talentuar. Redaktore ishte Shpresa Vreto atëherë, dritë past. E kam pas shumë i kesh derisa ndroi jetë, që atëherë jemi lidhur dhe vazhdoi një jetë miqësia jonë. Dhe Shpresa ishte shumë bonaçe, shumë e ëmbël, një grua shumë fisnike. Dhe bile unë kur punonte Shpresa me fëmijët, më kujtonte gjithmonë Xhafnise Kekon që punonte me fëmijët filmat. Ishin tipa që e njihnin shumë në psikologjinë e fëmijës dhe e afronin shumë. Dhe unë ndjesha shumë rehat, nuk kisha asnjë lloj emocioni kur jo në kamera, në studio poshtë. Në studio. Fare. Më pas, kjo periudhë 4 vjeçare e shkollës apo jo, e gjimnazit apo si vinte. Po, e kam vazhduar radion, që kur hyra dhe vazhdova deri vonë. Të forconte dhe idenë për të vazhduar për aktrim apo jo? Po, sigurisht, sepse unë aty njoha gjithë teatrin popullor, do të thosha, ose më mirë gjithë aktorët e teatrit popullor. Interpretoja me të gjithë ata, sidomos tek teatri mikrofon, i kisha të gjithë të njohur, të gjithë miq, të gjithë shok, të gjithë. Për shumë, do na sjellësh në një moment veçantë në lidhje me Suleman Pitarkën? Jo, për hir të vërtetës me Suleman Pitarkën nuk kam patur asnjë lloj interpretimi në radio. Ne kemi qenë pothuajse një grup që merrnin pjesë pothuajse në 90% të teatrove që realizohen në radio. Isha unë, ishte Lida Janushi, ishte Julka Mujo, ishte Ahmet Pasha, ishte Çim Xhepa, Sofika Bashari, shkreta që nuk jeton më. Do me thënë kemi qenë një grup, se nuk e mbaj mend tani, që pothuajse ishim gjatë gjithë kohës të angazhuar tek teatri në mikrofon. Patjetër që merri edhe ndonjë shpërblim financiar. Dikur ishte me ato fillimet, pastaj u ndërpren, po me ato fillimet po. Po, okay. Ka marrë shpërblim financiar. financiar. Këto 4 vite dhe erdhi momenti që ndave mendin do studiosh për aktrim. Po, do studioja për aktrim. I zgjodhe vetë materialet, kush të përgatiti? Jo, unë nga radio Anastas Kristofori, ndjes Fazda, një njeri mrekullueshëm ka qenë. E kisha shumë ikë dhe më donte shumë. Për hir të vërtetës, të gjithë aktorët që punojnë aty më kanë dashur shumë. Dhe unë kam një respekt maksimal për ata dhe kujtime shumë bukura. Dhe e mbaj mend si sot kemi qenë, ka qenë një kafe vogël tek radio në katën e parë poshtë. Unë sapo hyra dhe ishte Caci, se Caci i thoshim Anastasit, me Antonita Papapavlin. Edhe Neta shkreta nuk jeton më. Dhe sa po hyra, po që kemi si kalon, tha mo që bënë sa, se erdi i tha, do të jenë matur këtë vit. E dhe është duhet vazhdoj për aktrim, më pa njerë këshu. Tha, po, e ke ndarë mondjen? Po e kam ndarë, i thashon, sepse rasti si që kur isha në matur, unë fitova dhe një kinoprov të filmi radiostacioni, dhe u futa aty dhe isha me regjizor Ricard Larjen dhe me mikeshën time të ngushtë Elvira Diamanti që dhe sot jemi si motra. Edhe u kënaqa pa mas, do me thënë aty në xhirimet e filmit në këto dhe thash pse jo, se të mos ta vazhdoj këtë gjë që kam kaq vite që e bëj. Edhe meqense kisha dhe ca opinione të mira nga artistët, sepse nuk është se kam qenë një natyrë që kisha një vetbesim absolut, unë jam talent dhe unë të ta bëj këtë gjë. Kam qenë e guximshme, thosha do ta provoj dhe do futem në këtë gjë, por se ne kisha, pastaj gjatë gjimnazit isha dhe pjesë e grupit teatror, ku një nga regjisorët ishte dhe bashkëshorti juaj. A vërtet se di? Po, nam shumë ti bebin e njoft që të qenë gjimnaz partizan. Edhe jemi shumë miq, edhe kështu që thash pse jo, do me thënë. Edhe që atëherë pastaj Caci më tha,
lexoj një grup poezish, me që ti lexon unë interpretar në radio, edhe zgjidh atë që ti e pëlqen, që e ndjen, që të rri mirë, domethënë. Dhe kështu vendosëm, zgjodha tregim, zgjodha Mallin e Ismail Kaderes. Më pëlqente shumë në atë kohë, sapo ishte botuar edhe isha shumë e dhënë e përfshirë. E përfshirë, po. Edhe kishe marrë për dikë? Jo, isha shumë e atëherë. Jo, ishin këto platonizmat e lehta që as vinin në pikërisht. Jo, nuk shiko, monda, unë në periudhën e gjimnazit kam pas jashtëzakonisht smur duart. Aq smur sa nuk arrija të kryfja flokët e mia. Dhe erdhi një moment që thash duhet bërë një zgjedhje në jetë. Sepse shtrosha shpesh edhe në spital për t'i kuruar. Dhe me çfarë kuroja? Dhe aty në spital çfarë nuk shikoja. Po bëja gjilpëra, bëja rreze, bëja me pomadra, me çfarë s'më bënin. Dhe çfarë nuk më shihnin syt aty në spital. Edhe pak pastaj edhe natyrë thash jam pak e guximshme, zura miqësi me 1-2-3 infermiera aty mjek, edhe i pyesja nga vjen kjo sëmundje, si ja trashëgohet apo jo, a ka. Dhe sot i kemi gjetur atë termin e përshtatshëm që thonë është sëmundje autoimune, po atëherë nuk njiheshim me këto terma edhe erdhi një moment që thash, gushi shikoj jetën tënde, inshallah do vi një ditë që nuk do ta kesh më këtë gjë, sepse i kisha vërtet shumë keq. Bile dhe kur kam hyrë në Akademi të Arteve, kam patur duart pothuajse gjithë pranverët të fashuara deri në mbryl, më bëheshin. Domethënë periudha e pranverës ishte periudha më e vështirë, që ato shpërthenin, më hapeshin edhe. Nëse nuk dua ta kujtoj atë periudhë. Por gjithsesi ndjenja, zemra. Mirë, sigurisht punon në një kafë tjetër më vete. Kisha shumë miq, kisha shumë shok, sigurisht kisha shumë simpatizant. Por pak me mendje të ftohtë, të akullt, që stop deri këtu, nuk duhet shkuar më tej. Domethënë, zgjedhjet e mia në jetë i kam bërë shumë re. Me një vendim kështu absolut të prerë. Më pas hyre në shkollë. Pastaj futa në akademi. Dhe kush ishte kursi juaj? Kursi im ka qenë një kurs që pothuajse të gjithë kemi bërë karrierë dhe kemi qenë suksesshëm. Për shembull, miku im i ngushtë që e kam edhe sot dhe që jeton prej 30 vjetësh në Francë, ishte Ylli Demneri. Ishte aktor, regjisor i shkëlqyer, edhe shkruan sot. A pse dhe në atë kohë merri me regji Ylli? Jo, Ylli ne bëm 3 vjet aktrim dhe për herë të parë mbas shumë viteve që ishte mbyllur u hap dega e regjisë. Edhe Ylli kaloi në degën e regjisë, që të vazhdonte, domethënë dhe për regjizor. Ndërsa unë e mbylla me aktrimin edhe nuk shkova për regji. Tjetër kush ishte? Ka qenë Spiro Duni. A ke qenë fytyrë? Po, e kam patur në kurs. Ka qenë Dimitër Gjoka. Ka qenë Rita Lati, Eli Bici. Ka qenë Liliana Kumbaro, që është një nga aktorit më të mirë të teatrit Gjirokastrës. Ka qenë Zef Mosi, që luan prefektin te 14 vjeç dhëndër, një aktor shumë i mirë, po Zefiku shumë herët në Amerikë. Ka qenë Moza Gjirici, që është regjizore dhe sot në TVSH edhe në televizione tjera. Mariana Kondi. Sa ishit në kurs? Kemi qenë gati 10 vajza, nëse më kujtohen mirë. Diana Gjiknuri, që është në Austri, regjizore shumë e mirë, punoj shumë kohë kinostudio, pastaj iku. Edhe kemi qenë gati një 20 e ca veta. Dhe pedagogët që ju ndiqnin kush ishin? Mi mjeshtrisë dhe i fjalës. Unë vitin e parë dhe dytë e kam bërë me Anastas Kristoforin, fjalën artistike. Në kursin tonë ishte Case që na ndiqte, ishte Viktor Zhusti, edhe Mezin Pajo. Pastaj në aktrim e fillova me Profesor Timon edhe Gzim Kamen dhe e mbylla me ata. Sigurisht kishim dhe alternativa në vit dytë, për shembull fragmentet i kam punuar me Drita Pelingun, që ishte një nga, më thënë, një dashuri më vete, por që e kemi rrit me sin me zysh-dritën deri në momentin që ndroi. Kishte shumë veçanta lidhje me studentët vetë. Ajo ishte një grua e mrekullueshme, ajo ishte një mikeshe e jashtëzakonshme. Ajo ishte një këshilltare, nuk di domethënë. Unë me zysh-dritën kam qenë shumë e lidhur derisa ndroi jetë.
domethënë e kemi ruajtur miqësinë. Unë kam pas një miqësi shumë pastër edhe me zyshdritën, Drita Agolli që i kisha në fillim. Tregoni zezeke Drita Agolli. Jo, për mua ka qenë një grua e mrekullueshme. Megjithëse ajo e thoshte gjithmonë, më kujtohet kur hynte në mëngjes në sallë, ishin ato kohët kur ne kishim ato sobat e mëdhaja, me tubat mëdhenj që duhet t'i ndizje në mëngjes, pastroje i lirin. Ne, studentët, po, sepse ishin studiot e mëdhaja të ftohta. Dhe sigurisht ai hiri bënte dhe pluhur, edhe ne ndiznim sobën, e bënim me radhë, me kurse, pas e pastronim të gjithçka, edhe në tavolinë e pedagogut, ku duhet ule Drita që vinte, ne gjithmonë kupusnim ca ligustra, edhe i fusim në një kavanos shumë ujë dhe ja vinim si lule përpara. Sa të mirë. Dhe ajo vinte, po ajo ka qenë një grua, nuk e di. Ka qenë shumë klas apo jo? Shumë, jashtëzakonisht. Edhe Budina ka koloriata, e kishte këto flokë të gjata si edhe në komunikim dhe në veshje, sepse ajo kishte jetuar shumë jashtë nëpër ambasada. Edhe vinte dhe hynte me lezet edhe pa folur fare me mëngjes, thoshte dhe me shumë lezet ja bënte pak tavolinës me gishtë kështu. Për të parë nëse kishte pluhur, edhe ulej dhe thoshte, ç'është mosha. Sa më shumë plakesh, aq më shumë sensibël bëhesh. Po pse jam për kaq ndihesh me unë zhanë me ju? Dhe ne qeshnim gjithë kursi. Ashtu e? Po. Dhe ne thoshim sa mirë Drita se kemi dëgjuar që ke qenë e repte kështu. Po jo, ja, më shikoni, jam e reptur. Dhe qeshte. Ka qenë një grua e mrekullueshme. Pra, përfunduat shkollën Shegushe me u ndjet mirë, domethënë u ndjet e realizuar, ky ishte projekti yt, kështu doje të dilje në shkollë, ky ishte finalja që ti mendoje për shkollën. E ke fjalën për finalizimja gjithmonë jo, nuk po kaloj tek. Mbaroi shkolla. Po. Ti kështu e mendoje fundin e shkollës? Profesionalisht, ajo çka ti more nga shkolla? Shiko, unë në shkollë kemi qenë një kurs shumë i mirë. Po. Një kurs që e donim dhe mbështesnim njëri tjetrin dhe nuk ishim ata aktorët egoist që pse ta marri ky mos ta marron. Po. Çik ego ekziston me njëri tjetrin, që e mori. Në përgjithësi kemi qenë vërtet aktor, kemi qenë kurs shumë i mirë, pse të gënjej kot. E kemi mbështetur shumë njëri tjetrin. Për shembull tek ne nuk ishte një dasi goca tiranse me gocat konviktore. Jo, nuk ishte. Jo. Un kam fjetur kushte disa net në konvikt për qef. Naftonin, shkonim, çonim ëmbëlsira, bënim një kek në shtëpi, punonim me frymë. Domethënë, kemi qenë shumë të mira dhe shumë të sinqerta me njëra tjetrën. Por profesionalisht, a e mendoje kështu finalen? Kështu e mendoje se do kishe marrë nga kjo shkollë? Unë them që kam marrë me rezultatin tënd? Unë them që kam marrë mjaftueshëm. Pra je e kënaqur? Po, unë jam e kënaqur deri diku. Gjithmonë në shkollë ka edhe pak kënaqësira. Pak kënaqësira, sidomos në lëndët profesionale, që ti pretendon që duhet të vlerësohesh më shumë edhe për disa arsye subjektive nuk vlerësohesh aq sa do. Dhe kjo është një gjë që se ke ti në dorë. Nuk e ke në dorë sepse ti mund të jesh një student ekselent dhe për pedagogun nuk je ekselent. Arsyet që ka i brenda vetes, ti herë i kupton dhe herë nuk i kupton. Ose më mirë them i kupton dhe bën rolin e budallajt për të mos hapur debate dhe vazhdimësira të tjera. Ndonjë parashikim i ndonjë pedagogu? Mezin pa ajo është një emër shumë i rëndësishëm, bebi flet shumë mirë për Mezinin, për mënyrën si. Mua më ka dash jashtë mase. Më kanë ndjekur në shfaqje të teatrit të kuklave. Që përmendim disa emra pedagogë, sidomos që nuk janë më. Shiko, për mua Mezin Bajo ka qenë një njeri shumë i mirë. Ka qenë një pedagog shumë mbështetës për studentët, por ka qenë dhe shumë i sinqert në vlerësim. Nëse Mezini të thoshte që këtë material e ke shumë mirë, çoje më përpara, ti ishe e sigurt që vërtet e kishe shumë mirë. Pra, Mezini nuk ishte nga ato pedagog që të kritikonte kot apo të lavdëronte kot. Ishte shumë objektiv. Bebi thot që ka patur një pedagogji perfekte. Për mua po. Do me thënë, mënyra si ta zbërthente materialin, mënyra se si të orientonte drejt personazhe që ti do interpretoje, dhe shumë e rëndësishme ishte që Mezini vlerësonte shumë punën në grup. Mezini thoshte, nëse grupi shkon mirë, edhe pjesa shkon shumë mirë dhe shkon shumë përpara. Dhe unë e kam pas gjithmonë vath në vesh këtë, pasi arti është një art kolektiv. Ti sa do të shkëlqesh
sa do i talentuar ti jesh, ke nevojë dhe për mbështetjen e kolegëve, që të ecësh përpara në atë që ti bën. Dhe unë kam pas gjithmonë datë në vesh këtë gjë dhe për të thënë vërtetën kam kalu vërtet mirë gjatë karrierës time. Po një pedagog që nuk shkoje mirë? Jo, tani nuk dua ta përmend. Jo, po kishe patjetër. Sigurisht, vetëm një, po nuk dua ta. A vetëm një? Vetëm njërin, të tjerët i kam pas. Po të ka prishur punë? Shumë. Në shkutim të ka Është përpjekur shumë të më prishi punë, po nuk arriti, si doli. Me thënë, puna që më prishi ishte që unë, kur mbarova Institutin e Arteve, që sot është akademia, u emrova të bëja stazhin në Teatr Popullor. Kam bërë një vit stazhin atje, kam bërë rolet bukura. Kam një adhurim dhe një respekt pafund për Profesor Piromani. Më ka dashur shumë dhe më ka mbështetur shumë atë vit aty, shumë jashtëmase. Profesor Piro ishte në pozicion e regjisorit në atë? Ishte regjisori i Teatrit Popullor. Thjesht, nuk ishte jo, unë domethënë nuk kam pas kontakt me atë. Je përfshirë në teatr në stazh me çfarë vepre? Jam përfshirë, kam dubluar tek nata e 12, rolin e Ylka Mujës, sapo kishte lindur Ylka atëherë. Dhe nuk harroj punën dhe përkushtimin e jashtëzakonshëm të Fadilit edhe të Gim Qiriaqit që punonin deri në orët e vona me mua mbasi mbaronin. Pra ishte bëhet fjalë për vitin? 82. Pra Ylka ishte priste fëmijën? Kishte lindur, sapo kishte lindur dhe ju e bët nuk e mbrojta diplomën me këtë. Unë e bëra dublimin sepse më afroi Profesor Piro. Tha meqense sepse unë kisha kënduar në lice, isha në kor, dhe ai e dinte që unë këndoja dhe më afroi këtë gjë. Pastaj, ndërsa diplomën e kam mbrojtur me një pjesë të Dimitër Xhuvanit, që të të gënjej tani, po të të gënjej se nuk e mbaj mend titullin, ka qenë një gjë, kemi qenë 2 grupe, dhe ajo që mbaj mend shumë mirë ka qenë që unë isha dublante me Marieta Larja. Dhe Marieta, një zonjë vërtet, siç është Marieta, një zonjë vërtet, kur erdhi puna për të bërë premierën, tha, jo, stop. Premierën ta bësh Gushja, sepse do mbroj diplomën me këtë, dhe dua tha që ajo të evidentohet. Pra ishim te ky pedagogu që të prishi punë, erdhe për stazh në teatr? Po, erdhi pa diplomën, më vuri notën që dëshironte ai, jo atë që unë meritoja. Dhe sigurisht që influencoi shumë në emrimin tim. Unë kisha një kleçk në biografi, të cilën ai e shfrytëzoi, sepse unë kisha babin të përjashtuar nga partia. Edhe sigurisht ajo ishte një kleçk jo e vogël. Dhe me sa kuptova kur u emrova në Teatr të Kukulla dhe kur gjeta kolektivin që ishin aktor të mrekullueshëm, të jashtëzakonshëm, të gjithë kishin nga një kleçk të vogël në biografi. Dhe Teatri Kukulla, meqense zhvilloi me vetëm kuklla duke lartë, aktori nuk duke, ishte vendi më i mirë për të na strehuar ne që kishim scena. Kështu që ai ndikoi në këtë drejtim. Kam gjetur Ibrahim Brown, që tatë, kam gjetur Plaurat Armirin, kam gjetur Xhavi Xhekën, që për mua ishte qërshia mbitorët aty. Jo vetëm si njeri, po dhe si aktor shumë mirë. Kam gjetur Zia Grapshin, prap një aktor jashtëzakonisht i mirë. Kam gjetur Miketa Çobanin, Eva Plumin, Florinda Mazrekun, Bakie Baboçin, se tashi mos harroj në emër edhe s'është mirë që t'i harroj. Por një grup Miramingën, një kisha ime më e afërt. Kush ishte drejtore? Kur kam filluar unë punë, ka qenë drejtoresh Violeta Kongo. Teatri ishte në momenti që po bëj një lloj rekonstruksioni, dhe këta ishin zhvendosur tek Kisha Katolike. Pra e gjetën në rekonstruksion? Po, e gjeta. Dhe e lënë në rekonstruksion apo jo? Po, e lash kur po shpërngule që do bëj rekonstruksion. Ka qenë Violeta Kongo, pastaj me vite kam kaluar gati 13-14 drejtues. 13 dhe 14, se nuk kam shumë qef të pyetjet në lidhje me drejtimin e teatrit. 13-14 drejtues ke kaluar. Kush ishte më interesante dhe më i neveritshëm? Tash ti bën sa pyetje që njeriu nuk mund t'i shpreh dhe nuk mund t'i thot.
Kështu që më vjen keq, po ky podcast jot nuk do të jetë I suksesshëm. Për mua një nga drejtorët që e kam dashur shumë, që ishte artist në shpirt, jashtëzakonisht I drejtë me të gjithë, që dinte ta vlerësonte artistin, ka qenë Skënder Asko. Skënderi pak dhe I 2 vjet aty tek ne, por ka qenë një drejtues I mrekullueshëm. Pastaj Petrit Rukaj dhe pse ndeti 1 muaj, a 2 muaj gati, jo më shumë, po, ishte jashtëzakonisht bonaç I mirë, do të njerëz që e vlerësonin artistin, që nuk vinin të bënin rolin e drejtorit, po vinin të bënin rolin e drejtuesit, që ka një ndryshim shumë të madh. Dhe pastaj çështja mbi tort ishte Elvira Diamanti. Në kisha ime mrekullueshme. Sa e mirë që është Elvira. Shumë, jashtëzakonisht, sepse Elvira është artiste. Se thonë Shegushe që artistët e mirë nuk drejtojnë mirë teatrin. Ka shumë emra që janë artistë, Gjim Gjiriaqi. Ai bëri ç'është e mundur që teatri të mos prishej. Thonë shumë historira për emra të caktuar, por që Gjimi u larguave dhe tha unë nuk e bëj dot drejtuesin. Prandaj kjo ishte pyetja. Elvira ka qenë një drejtuese e jashtëzakonshme. Sepse Elvira kishte një gjë. Elvira thoshte, këtë librin unë di ta lexoj. Këtë nuk di ta lexoj, për shembull. Po. Dhe thoshte, kush di ta lexoj? Gushi hajde këtu. Merr këtë librin dhe lexoja. Ky është sukses. Pra, ajo dinte të drejtonte në grup, e shpërndante punën. Ajo nuk bënte autoritetin që unë jam. Nuk ka tjetër si unë. Dhe siç të mund do bën jo. Elvira nuk e kishte kur shprehen që e kanë drejtuesit sot. Kush ka qenë më I art? Teatri im, punëdorësit e mi, artistët e mi, shoferi im, nuk ka im. Punojësit janë të institucionit. Ti je sot, nesër nuk je. Historikun e institucion nuk e bëjnë drejtorët, monda. Historikun e institucionit e bën artisti. Po drejtorët shkatërrojnë se kanë drejtojnë mirë ose drejtojnë dhe shumë keq. Po, kjo pra, duke drejtuar mirë ose keq e përmirëson se përkeqëson një institucion totor. Është e vërtet. Dhe kjo klim transmetohet jo vetëm tek ju, por dhe tek ata që vinë shohin çfaqen. Po sigurisht. Se në bazë të politikave që ti bën, merr konsumon edhe ai fëmia. Shiko, unë do të thosha vitet më të suksesshme në periudhën që kam qenë unë aktore për 40 vjet pa 2 muaj. Po. Ka qenë periudha Elvira Diamantit, që kemi bërë premiera pa fund dhe kemi bërë festivalin botëror të kukullave me një sukses të jashtëzakonshëm, aktivitete që nuk di domethënë. Mbas Elvirës pati një rënje goxha drastike. Pastaj mbasi ra fare teatri, fare. I fundi drejtor që pati një sukses të jashtëzakonshëm ishte Erioni Saj. Erioni Saj për 9 muaj bëri atë që si kishin bërë drejtorët në 5 vite. Drejtori parë. E çuditshme, se Erioni vjen nga bota e aktrimit. Ai në 9 muaj bëri 7 premiera. Por ama ti, Shegushe, ke ndikuar shumë mirë tek disa emra që për të qenë drejtues në teatr. Le të është dëgjuar fjala, kam dëgjuar. Unë kam qenë po, është e vërtet. Unë kam qenë shumë mbështetëse me drejtuesit që vinin. Kam qenë gjithmonë e gatshme t'i ndihmoj kur ata kanë kërkuar ndihmën time. E kërkojnë në përgjithësi? Në përgjithësi po. Nuk kam dashur kur të ndërhyj dhe të bëj drejtuesin. Edhe pse më kanë akuzuar gjithmonë, ja kjo po dublon drejtuesen. Jo, absolutisht. Unë në qoftë se e kam ngritur zërin atë teatr, në qoftë se unë kam qenë rebele, kam protestuar, kam bërtitur, ka qenë thjesht vetëm për punën. Për punën që më takonte mua si aktore. Për punën time në skenë, ku doja që provat ishin perfekt, ku doja që t'ishim jashtëzakonisht serioz në prova, ku unë për mua e kam vaf në vesh nga Sandor Prosi, ku thoshte skena është magji, në momenti që hyj në skenë harrohen të gjitha. Unë nuk e konceptoj dot që unë të hyj në skenë dhe mi që s'kam të kjo skena të dalë në prapa skenë dhe të filloj bëj muhabet apo të marrë celularin, shoh celularin. Nuk e konceptoj dot këtë gjë. Jam mësuar me një edukat tjetër pune. Dhe ndoshta rebelizmi im dhe kërkesa ime e tepërt për këtë gjë
Ka pas dhe nga ato që kanë thënë, kjo është konfliktuale, kjo këtë punë të bëj, kjo të bëj sherr. Po të kërkosh cilësi dhe të kërkosh që teatri të shkojë përpara, kjo nuk është konflikt. Dhe këtë gjë ma ka kuptu jashtëzakonisht mirë Erioni sa erdhi, Erioni Sal. Dhe Erioni dinte të punonte shumë mirë në grup. Erioni për çdo projekt që bënim krijonte grupin e vet artistik. Dhe thoshte ti do bëjmë këtë, pra dinte ta shpërndante punën shumë mirë. Kush mendon se e prish institucionin e teatrit Kukullave? Në momentin që një drejtues vjen dhe mendon që institucioni ka lënë pasuri babai dhe ka të vetin, atëherë ai institucion nuk shkon përpara. Atëherë problematikat janë shumë të mëdha, konfliktet janë shumë të mëdha, fillon prishet atmosfera artistike, fillojnë krijojnë grupet, grupi servilave, drejtorit, grupi kundërshtarëve të servilave, pra pse mi hap to tema Po monda? ku largohet drejtori, çfarë ndodh me grupet e servilave dhe ato që janë ala? Pas që ai që është servil përshtatet prapë me drejtorin që vjen. E kanë vazhdimsi atë që. Ja t'i kthehemi një pyetje konkrete në lidhje me Kukullën e dikush, se unë kam shumë qef arkivin. Ti kur punoi në grop apo jo? Pa. Ishte unë e pëlqej atë periudhë të kohës ku Kukulla del. Pavarësisht se sot kemi mënyra të ndryshme të aktrimit të kukullave, me tavolina, me veshje. Sepse Brezion është rritur me atë kukull. Është rritur, u mësuan shumë vite të tëra, vetëm ajo stil kukulle ishte. Po, patjetër, dhe këtë doja të bëja pyetje. Nëse do të t'jepej mundësia që të kishe në teatrin e kukullave sot, çdo ditë nga një metodë të re të kukullave, do ta vendosje në një nga ditët edhe kukullën e gropës? Po, nëse do të kisha kushte teknike, Nëse do të kishe gjithmonë. Po, patjetër. Teatri kukullave është interesant. Është restauruar apo jo? Po, është restauruar. Dhe është akoma gropa. Po, më kanë thënë që është. Nuk e kam parë me sy, kam qenë aty që Por ke dëgjuar që është. Po, më kanë thënë që është. Më kanë thënë që është. Mendon që duhet Sepse kanë vendosur pode që ngrihen dhe ulen kështu në mënyrë automatike dhe në momentin që ulen podet krijohet gropa. Po, kush është e mira dhe e keqja e këtyre dy alternativave? Kukullës sotme, se si në komoditetin tënd bën një shfaqje të fëmijë. Shiko, për hir të vërtetës, për komoditetin e artistit, aktorit, teatri kukullave është një zhanër shumë i vështirë. Kush e provon, e beson. Kukullat me tel që përdorin ne dikur në grop, janë shumë të vështira teknikisht në shkuptim. Jo vetëm teknikisht, po dhe fizikisht. Sepse ke një pozicion të kuklla në detyruar. grop e kërkon krahun lart gjithkohë. Kërkon bërthimin e pjesës së qafës nga brenda për lëvizjen e kokës që të jep një dhimbje të fortë këtu tek pjesa e kyçit. Në të njëjtën kohë, kukulla e telit e kërkon pozicionin e aktorit mbrapa, pra ti do ta kesh kukullën këtu përpara. Dhe ti qëndron për të parë drejtimin, nëse është drejt apo jo, gjëja e parë elementare. Me dorën tjetër ti përdor njërin krah të kukullës. Fjala aktor është e lidhur historikisht dhe organikisht me teatrin. Kjo fjalë aktor, rënjën e ka akt, pra veprim. Ti jesh aktor, do të thotë të bësh. Ka një ndryshim shumë të madh midis të jesh dhe të bësh. Ne si njerëz jemi, domethënë ekzistojmë. Po kjo nuk mjafton. Ne jemi për të bërë.